Për mashtrim të publikut, propagandë dhe politizim të sektorit të sigurisë, e ka fajsuar Partia Demokratike kryeministri në detyrë Albin Kurti, duke ju referuar vizitës që aja ka bërë më herët dy kompanive nga Zilani, që e promovuan atë që e quajton fabrik të dronëve ushtarak. Koha ka raportuar se dronët janë promovuar fillimisht me video të një kompanie kineze e më pas edhe një tjetër të një shpërthimi të bërë me inteligjencë artificiale, teksa në Ministrinë e Mbrojtjes kanë bërë të ditur se nuk posedojnë informata se janë kryer testime të dronëve ushtarak. Lidhur me këtë, antarja e kryesisë së PD-k-s Besa Kabashi Ramaj ka kërkuar nëpërmjet një konferencë shtypje që prokuroria të nisë hetime. Kur një kryeministër paraqet si kapacitet shtetëror, diçka që nuk ka kaluar këto faza themelore, problemi nuk është vetëm etik. Problemi është institucional dhe i sigurisë kombëtare. Prandaj kërkojmë nga prokuroria e shtetit dhe institucionet e drejtësisë që të verifikojnë këtë mashtrim publik, keqpërdorim institucional dhe trajtim serioz në deklarimet e rreme në një sektor jetik për shtetin tonë, atë të mbrojtjes. Ajo ka shtuar se me prirjen e shiritit në vendin ku pretendohet se prodhohen dronë ushtarak, u tentua të paraqitej sikur Kosova ka industri ushtarake në mënyrë që Kurti ta fitoj pëlqimin e qytetarëve në prag të zgjedhjeve. Ka përkrah një iniciativë pa e verifiku vërtetësinë e iniciativës dhe nëse dronët ushtarak me të vërtet janë funksional dhe operativ, qysh ai ka pretenduar dhe ka thonë edhe në qëndrimet e tija të publikume në Facebook, e mandej në video, kur ka qenë adet me prej shiritin e kështu me radhë, po problemi tjetër alo më i madh është qysh ka propagandu me një rast të tillë për t'i mashtruar qytetarët me mendu se sektori i industrisë së mbrojtjes në Kosovë është shumë më i zhvilluar se sa në fakt që është. Kabashi Ramaj ka thënë se siguria nuk është çështje për video promovuese e as montazh dhe shfaqje për kamerat dhe se testimet duhet të jenë të verifikueshme dhe të bazuara në ligje e procedura. Lidhur me çështjen ka reaguar të njëjtën edhe pronari i kompanisë Future Minds Academy, që ka pretenduar se Kosova mund të godas me dron ushtarak mbi 1000 kilometra larg, një distancë kjo sa nga Kosova deri në Krimi. Në një postim në Facebook, ai ka shkruar se propagandat mediatike kanë prepavi politike dhe se kushdo që do t'i shoh dronët mund ta bëjë këtë në vendodhjen e kompanisë në Xhilan, por që fillimisht duhet të kalojë në verifikimet e sigurisë së kompanisë. Koha ka raportuar ekskluzivisht se si videoja e parë me të cilën është promovuar droni skifteri K1 i takon kompanisë kineze Hinarai dhe ka treguar po ashtu se videoja në të cilën ndodh shpërthimi pikërisht kur godet droni është bërë me inteligjencë artificiale.